Qendra shëndetësore numër 2 në qytetin e Fierit, e cila mbulon me shërbim shëndetësor 15.000 banor, ndodhet në katin e 3 të një objekti mes lagështirës e mykut, pa ashensor, duke bërë pothuajse të paarritshme për të moshuarit dhe pacientët me probleme të rënda shëndetësore. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të shpejtë për rikonstruksionin e saj, pasi mungojnë kushtet minimale të higjienës e sigurisë. Unë jam 83 vjeç. Të ngjitesh në gjithë ato shkallë është çmenduri. Është për të ardhur keq, që mbas kaq vjetësh demokraci këtu në Shqipëri edhe ka bërë mbrapa, jo përpara. Kjo situatë është njësoj që u ka qenë atje kur merrshin karta atë identitetit, do ngjitesh i paralizuar i të bënte foto të lartë në katin e 3 apo të 4 ku ishte. Nuk ka një ambient ku njeriu të çfryhet nga stresi, kur shikon kështu, nuk ke ti shpresë për të zgjidhur. Ndërkohë, po kaq e rëndë paraqitet situata edhe për personelin mjekësor të qendrës, të cilët u shërbejnë pacientëve në këto kushte. Drejtoria e qendrës shëndetësore numër 2 Shqiponja Hoxha pohon se situata është problematike dhe për këtë arsye, një VKSH Fier i është drejtuar në mënyrë të përsëritur Bashkisë së Fierit, e cila ka realizuar një ndërhyrje të pjesshme, por që nuk ka ndikuar në përmirësimin e gjendjes. Në këto kushte ka rreth 4 vjet, ndërhyrje është bërë në dhjetor 2024 me izolim tarace, lyerje dhe kështu. Në dhjetor 2025 u bë një ndërhyrje parciale e pjesshme, por prap situata vazhdon. Janë bërë nga Bashkia e Fierit, por situata vazhdon të jetë prap në këto kushte. Me vendim të Këshillit Bashkiak ka kaluar në përdorim dhe kati i parë dhe i dytë i kësaj ndërtese, por nga Ministria e Shëndetësisë ka ardhur inxhinieri, ka bërë projektet për të kaluar dhe ato në ambientet të QSH-s. Na kanë thënë që do të bëhesh një rikonstruksioni për vitin 2025, por nuk u arrit. Shpresojmë për vitin 2026 që të bëhet rikonstruksioni i qendrës shëndetësore. Ndërkohë edhe ju vetë si personel, edhe ju vetë në dhomën tuaj keni lagështi. Dhe dhoma ime është me lagështi, por ndërhyrjet nuk kanë arritur ta heqin lagështirën. Se di, nuk. Apeli juaj për Apeli ndërhyrja sa më shpejt ose transferimi në ambiente të tjera të qendrës shëndetësore për një shërbim më cilësor për banorët që mbulon kjo qendër. Ministria e Shëndetësisë e ka përfshirë qendrën shëndetësore numër 2 në projektin e rikonstruksionit të ambulancave dhe qendrave shëndetësore për vitet 2025-2026, por gjatë vitit 2025 projekti mbeti vetëm në letër.